Të t'ja përgjigje se që po bën sot Edi Rama. Sot Edi Rama po feston Bajramin. Sot Edi Rama po feston Pashkët. Po bën antimiting. Sot Edi Rama po feston Krishtlindjen. Sot Edi Rama po feston ditën e pavarësisë. Ore, kush na ndalon ne të bëjmë festat e caktuara? Ore, do zhdukni Krishtin, do zhdukni Muhamedin, do zhdukni pavarësinë, vetëm që të vinë disa nga këta që për mua janë një lumë, e do vinë në për rrugët e Tiranës, a jeni të rezibë. Do më thënë, profeti Muhammed nuk ekziston më, mos e festo ditëlindjen e tij. Krishtin mos e festo më. Ditëlindjen e fëmijëve mos e festo më. Pse se kemi protestën? Po ku ka totalitarizëm dhe fashizëm më të madh se kaq më? Po jeni në vetë, do më thënë, një turm njerëzish që se dim se çfarë është, s'ka treguar akoma se çfarë është. Do vit në zërë, jo vetëm hapësirat mendore dhe hapësirat kulturore dhe hapësirat televizive, po do në zërë dhe hapësirat fizike. A jeni në vete? Çfarë është kjo? Po tregohet fare qartë se ky është një marshim mbi Romë me 5 rrugëqër. A jeni në Terezi? Do me thënë, ky fashizëm nuk lejon që ti të festosh Muhamedin, që ti të festosh Krishtin, që ti të festosh ditëlindjen, që ti të festosh pavarësinë. Asgjë mos festo. Partia Socialiste sot feston ditëlindjen e vet. Dhe kush si mund ta ndalojë të jetë në ditëlindjen e vet, aq më shumë që është themeluar në Tiranë. Po ç'është kjo histori më? Doni të kufizoni dhe njerëz të bëjnë ditëlindje, po kjo është ruajna Zot nga kjo kategori. Ruajna Zot nga këta pisa, nga këta njerëz të çuditshëm. A jeni në vete? Si që ka anti-meeting, sepse unë festoj ditëlindjen time. A jeni në Terezi? Kjo, mëse nuk ka diskutim kjo. Si që ka anti-meeting. Anti-meeting është një fjalë idiote që ka lindur tropoj. Në kohën kur Sali Berisha shkoi për të vrarë tropojanët, dhe atë ditë që donte të merrte shtërim djalin poshtë, i tha e dua me vete si kec, atë ditë ka shpjegur anti-meetingun. Dhe themi lart e poshtë anti-meeting. Dhe përsërisi fjalë idiote, fjalë të paqena, fjalë të krijuara, fjalë anti-njerëzore, siç janë anti-meeting, anti-Krisht, anti-Muhamet, anti-ditëlindje, po ç'është kjo histori? Kulturalisht po na shëmtoni. Estetikisht po na krijoni probleme. Po i bëjmë shqiptarët të mendojnë ç'a të bëjnë më, po ju përcet koka. Sepse dalin disa rrugëqë në rrugët e Tiranës dhe kanë drejtën e tyre, edhe rrugëqët, edhe nazistët, edhe fashistët kanë drejtë të dalin. Por nuk mund të dominojnë, nuk mund të dominojnë jetën e popullit. Nuk e di se ku i ke parë, po nuk mund t'i quajmë qytetarët, rrugëqër të gjithë i përfshijmë. Jo qytetarët, ata që kanë dalë atje, të cilët mbajnë fotografitë e Che Guevarës, fotografitë e Hitlerit, shajnë hebrejt, thrasin për Palestinë kundër Amerikës, thrasin kundër kryeministrit të Shqipërisë për arsye se asnjëra prej këtyre që the ti nuk është e vërtetë. Çfarë proteste ke parë? Të që shoh unë jo. Mos të lutem dole tani se unë nuk fola. Se ju bëri turpe morën. Ore, po prandaj ju ka lënë shoqëria në cep të saj, ju ka lënë në fund rrim, sepse nuk ju pranon shoqëria që ti hypni mi kokë dhe ti dominoni ditëlindjet. Shoqëria është atje. Shoqëria s'është atje, shoqëria ide. Ç'është ky koncept? Ku që ka shoqëria atje? Po thash, po na shëmtoni konceptet estetike dhe konceptet politike, more. Ç'ka ka shoqëria aty në rrugë? Po çfarë koncepti estetik ka të vjedhës qytetarët? Çfarë flet për konceptet? Ku ka koncepti estetike dhe politike të qeverisë? Të vjedhës qytetarët ku është estetika këtu? Të vjedhës qytetarët, të korruptohesh, gjysmën e qeverisë e ka në burg, gjysmën e ka në hetim, vetë është në hetim. Qa do të thotë kjo? Që ke këto gjëra, këto budallëqe që thua? Idiot. Po që shtoni dhe ta budallëqe, idiot në studio. A jeni në vete? I thot tjetrit më s'duhet festoj ditëlindjen. A jeni në vete? Po që si mund durohet? E para njërë mos kalojmë në ofeza, të lutem, me gjithë respekt. Po s'është ofezë, mërë. Idiotësia është idiotësi. Ju respektojmë dhe duat të respektojmë të hapësirë. Ofeza me madhës, ti thuash, ofeza me madhës, ti thuash individit, mos e festo ditëlindjen. Nuk e etiketon. Dhe ti thuash popullit që ik nga rruga se do protestojnë, kjo është tmerr. Po ngjallni fantazmat e vjetra, mo. Po ngjallni fantazmat e vjetra. Miza, koha jote. Qarë, të debatoj me një personi që cili quan rrugaç 50.000 qytetarë që kanë dalë në Tiranë,
Unë nuk vi për të debatuar ose për të komentuar komentet e komentuesit më negativ që ka ky vend. Kështu që nuk mos më pyet se çfarë thotë zotëria. Të thyesh protestuesit sot është një gjë, është kulmi i guximit qytetar një herë, jo qytetar në fakt, kulmi i guximit jo qytetar, po megjithatë ai kjo është narrativa e zotërisë. Kjo ka qenë gjithmonë narrativa, domethënë është i afiluar me pushtetet që nga 97 deri tani nuk ka ndryshuar, domethënë. Ka qenë edhe me Berishën, të njëjtën gjë të bënte po të shajë Berishën në 2008 të bënte të njëjtën gjë, domethënë. Të binte kokës, po ta ngacmoi Berishën, ka qenë drejtor në kohën e Berishës. Drejtor shumë i rëndësishëm. Unë që ai më afilon mua me PD-n, unë kam qenë gazetar, ai ka qenë drejtor.